Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Sot në mbar botën kremtohet dita ndërkombëtare e muzeve. Për vitin 2026, Këshilli Ndërkombëtar i Muzeve ka përzgjedhur një temë sa të fuqishme aq edhe reflektuese: muzet që bashkojnë një botë të ndarë. Dhe ku ka vend më domethënës për të folur për bashkimin, urat dhe fijet që na lidhin sesa në qytetin e Mitrovicës. Muzeu i Mitrovicës sonte hap dyert për një ngjarje jashtëzakonisht të ngrohtë dhe të veçantë. Ekspozita e titulluar Vegza sjell në fokus punën e heshtur të grave, qezin apo pajën dhe trashëgimin artizanale. Përmes thurjeve, qëndisjeve dhe qepjeve, kjo ekspozit dëshmon se si tradita e gjallë mund të shndërrohet në një hapësirë solidariteti dhe transmetimi ndërbrezor. Për të zbërthyer këtë ngjarje të mrekullueshme, sot kemi kënaqësinë të jemi në një videolidhje direkte me dy mysafire shumë të veçanta. Jemi me zonjën Nora Prekazi, drejtoreshe e Muzeut të Mitrovicës, e cila na tregon më shumë për konceptin institucional dhe kurimin e kësaj ekspozite, si dhe me zonjën Bukurie Qitaku, njëra nga gra duar arta të grupit të thurjes Vegza, që me pasionin dhe durimin e saj ka jetësuar këto punime që do të shohim sonte. Nora Bukurie, përshëndetje dhe gëzuar dita ndërkombëtare e muzeve. Përshëndetje. Nora, tema e si vjetme e IKOM-it është muzet që bashkojnë një botë të ndarë. Si arrin fijet e thurura të Vegzës të ndërtojnë ura komunikimin në një qytet me histori komplekse si Mitrovica? Faleminderit për këtë pyetje. Unë këtu kur e kam pa lansimin e temës nga IKOM-i, kam thonë që sigurisht gjanat janë kështu si copëzat mozaikut që dinë vendin e vet. Edhe e kam dhënë gjithë punën tonë ideale në këtë temë, për shkak se e dini, na përcjellni punën edhe na vazhdueshëm mundohemi me bashku. Në këtë vit, për neve si fokus, si një urë lidhje e re me institucionin tonë, ka qenë gjinja e grave, do të thonë gjinja e femrave, me një grup mosh që pak ose fare nuk ka hapësinë në për institucionet e kulturës. Do me thonë e kemi pa muzeun si një urë lidhse me zonja të cilat tash e një vit e gjysmë janë pjesë e programit edukativ të Muzeut Mitrovicës, po sot vinë me një kremp, me një festë muzeve për ta sjellë një ekspozit që është një ekspozit që po shohim pak këto pas nesh, një ekspozit shumë e jashtëzakonshme që flet për lidhjen, që flet për fillin, për Vegzën, që lidhet dhe kjo është një botë ku na kemi dashur me lidh këtë grup mosh me institucionin ton, si gra të cilat e bartin traditën gjallë përballë neve si gjenerata më të reja dhe të gjithë vizitorët që do e shohin këtë ekspozit. Zonja Bukurie, për pak qaste do të shihni punimet tuaja në të ekspozuara në muze. Çfarë ndjenje ju fal kjo ngjarje kur e shihni se puna e duarve tuaja po vlerësohet si art dhe trashëgimi kulturore? Të pari ju falenderoj për këto fjalë të mira që po i shprehni për gjithë qytetin e Mitrovicës e veçanti edhe për punën time. Këto punë dore janë trashëgimi prej gjyshes nanës deri tek une, do me thonë 3 gjenerata. Është punë që vlerësohet, është punë arte, është punë ndoshta kur ka qenë koha ma herët, viteve 70-ta, edhe punë profitabile, po flet kanë qenë me pare, kanë bjetu prej punës dorës, kështu që çdo fije e ka një histori, çdo Vegz e ka nga një histori të bukur për mu. Po, dhe kjo emri Vegza, që po e tregoni edhe vetë ju, zonja Bukurie, që kujton lidhjen, edhe të kujton edhe atë mjetin më të vjetër të punës, themi Vekun, kush e pagzoi grupin me këtë emër? Për ato Norën për të. Po, Nora? Grupi është aktiv, besoj e keni pa dhe e kemi diskutu me sa e kujtoj së bashku me juve, është aktiv për mbi një vit e gjysmë. Me sa e di, ti e ke emru, zonja Bukurie ka emru grupin, bile edhe na ka qep kështu një motiv me emrin e grupit.
edhe nuk ka pas se si quhet edhe kjo ekspozit sot, do me thonë për shkak se kjo ka qenë një filesë e parë me u institucionalizu, ku zonjat vinë dhe na mësojnë neve gjeneratave ma të reja se si të thurim, edhe një herët kemi dash me kurorzu me këtë ekspozit me po këtë emër, po zonja Bukurie është një personalitet me shumë që thot populli me shumë marifete, edhe e ka pakzu grupin. Mo Vegza edhe ka duk pak emër i shkurt, po edhe Vegz do me thonë që vazhdon. Hajt një Vegz, hajt dy Vegza, hajt kështu që kurorzohet kjo Vegza kurorzohet me një motiv ose me një diçka do me thonë që edhe ka qenë emër i shkurt, po edhe do me thonë që vazhdon. Po. Nora, mbesim edhe më tej, e di që e përmende në fillim, po diçka pak më detajisht, do të thotë dikur qezi, nëse nuk gaboj, shihej si një detyrim, apo të thajmë kështu tradit pothuajse patriarkale për vajzat që martoheshin. Si e keni rikonceptu Vegzat, qezin sot duke kthyer këtë në një mjet fuqizimi dhe arti? Na kemi pape një prizmi tjetër, do me thonë në grupin ton ka zonja të cilat janë nga rrethi i Mitrovicës, po flasim për zonja të gjitha janë bit 50 dhe shumica atyre janë në penzion. Tani më, ka zonja të cilat kanë nga shteti Gjakovës dhe janë martu në Mitrovicë, zonjat rreth Mitrovica ka qenë kështu diverse dhe vazhdon me qenë. Edhe për mu si një etnologe, antropologe fushës, ka qenë shumë interesant me e pa këtë qasjen e kësoj pregaditje, e kësoj filese tjetës që është një kalim për vajzëris me një mosh tjetër. Do me thonë ka shumë dallim fshati dhe qyteti se si juan qas pregaditjes për prej një individit mu shëndru në një institucion familjar. Edhe qka për mu ka qenë shumë interesant, ka qenë ajo lidhja e grave për ta pregadit një vajzë për të kaluar në këtë proces. Pra na e kemi pa për këti prizmi, e kemi pa atë solidaritetin cilën është shfaqën këto momente që nuk ka qenë vetëm familjar, po komunitar, ku fshinjet, miket, gjitha janë bashku për me ndihmu një vajzë ta ketë një paj, një qez me vete qoftë me gjëra shumë nevojshme si shtroja, mbuloja, veshmbathje si dhe dekore të ndryshme, dhe pastaj se si është transformu kjo portar deri sot ku sot më nuk është e tillë, po çka kemi bona në këtë ekspozit, për pas ti prizmi që e kemi pa kështu si një moment lidhje në të gjinis son, e kemi pa edhe si një moment ku janë trashigu do me thonë këto gjëra që i përmenda ndër gjeneratash, për t'u sjell sot dhe për t'u dalë në këto mure. Do me thonë, kjo ekspozit sot është ekspozit nga materialet e mbledhura nga grupi Thurjes Vegza, janë vetë materialet e tyre si dhe të punuara nga këtu, pra janë disa gjeneratëshe të cilat sot ekspozohen në dy sallat tona të ekspozitave të përkohshme. Po karakteri jonë ka qenë kështu, do me thonë, ta shohim në atë aspektin e solidaritetit, si dhe ndër veprimit të grave mes vete, si dhe ta shohim në atë aspektin se si është përcjell tradita, se si janë përcjell motivet, ta shohim atë lojën e regjionit Mitrovicës, do me thonë sa ka pas dallim ndër dekada zhvillimi i kësaj pregaditje, po si mu, tash për mu këtë rast si një përpasuese një institucioni, qezi është një ekspozitë në vete. Do me thonë tregon një status social, tregon një status të marifetit familjes, edhe këtë e kemi sjell, do me thonë atë aspekt me demonstru një lloj ekspozite që flet për një punë ndër breznore, po edhe një punë që është bërë prej shumë duarsh, edhe e gjitha ka qenë për një dashamirësi, për një pregaditje, ku janë nda gjitha ato dije edhe gjitha ajo tradit, edhe sot vjen me një koncept institucional që është fillimisht jashtëzakonisht e bukur me pa, edhe dyta ka qenë jashtëzakonisht këndshëm me qenë pjesë e gjithë pregaditjes ku pak a shumë e kemi përjetu, kështu se kemi qenë gjithas bashku, gjitha anëtarët e grupit kanë ndihmu edhe në instalim, pra ka qenë fiks ajo, solidariteti, ndarja e dijes, ndarja e përvojës, ndarja e përvojës estetike për ta sjellë te ky moment.
Nora, kur po i shojmë këto fotografi të realizuara dhe për kolegës Qamëri, po më kujtohet se dhe veti kam panë për ato dhomat e nuseve, këto fotografi kyqezi i shtrirë, ka qenë kjo paja interesante. Zonja Bukuri, thonë se gjdo fije e thurur e mbanë me vete një mendim, një orem, apo një histori. E përmende edhe vetë që diçka është duke vazhduar për herë. Kur jeni duke punuar me grupin Vegza, apo kur keni për këtë ekspozita, apo si do që tjetë kur keni pasur takime, a është thurja thjesht një zanat për ju, apo një formë bisede dhe çlodhjeje me zgrave? Fillimisht e falenderoj Norën që ka formu grupin, edhe gjitha gratë, po flas personalisht për veti, unë e kam relax. Edhe sa herë vi këtu çlodhem, bisedojmë, punojmë, komunikojmë, unë s'di diçka, Nora s'di diçka, kjo më pyet mu, unë e pyes këto, kështu që për mu është një relax. Edhe ju kisha bë thirrje gjitha femrave, sidomos trejave, që nuk është turp me punu pundore. Sa më larg telefonit, le të punojnë pundore, pa anashkalu mësimet, aktivitetet shkollore. Po puna e dorës thjesht të relakson, është art çlodh. Po. Edhe një pyetje për fund, Bukuri. Çfarë do të thoshit gjitha atyre grave dhe vajzave që na ndjekin sonte por që mbase ende hezitojnë të hyjnë kësaj rruge të bukur të punës së dorës? Ju kisha thënë, nuk është kur vonë. Ejani, të na ka dhe gjenerata treja, janë dy vajza shumë treja, shkollë fillore. Vinë, ejani, bashkoheni me grupin ton, keni mu bind që për një me puna e dorës lodhësht, plus komunikimi se gjitha jemi shumë të hapuna njena me tjetrën, edhe bisedojmë, bashkë bisedojmë, komunikojmë, kështu që dyrët i keni të hapura, e janë relaksoni, knaquni me neve. Po. Nora, edhe një pyetje edhe për ju për fund. Duke qenë si jemi në ditën ndërkombëtare të muzeve, cilat janë ato sfidat dhe gëzimet më të mëdha të drejtimit të muzeut të Mitrovicës në këtë periudhë? Fillimisht, kjo është aktiviteti i parë që po e bojmë pasi që na është nda objekti i përhershëm i muzeut. Do me thonë, kjo ka qenë lajm historik tem për gjithë shtetin e Mitrovicës, ku në kuadër të mbledhjes së fundit të kuvendit komunal, është nda, do me thonë, ky objekt dhe obori për sjellës tjetë shtëpia e përhershme e Muzeut Mitrovicës, edhe besoj që kjo do t'jetë ekspozit që do të mbahet dhe pastaj do t'him në faza 3 të institucionit tonë, të cilat janë të pritshme që sa mot, duke pas parasysh që i kemi 74 vite si institucion. Për mu ka qenë një punë shumë e bukur me realizu këtë ekspozit, të cilin e kemi pregadit tash sa muj si koncept. Po du mi ju tregu dhe disa detaje, do me thonë kuadër të punës së grupit thurjes, janë punu punime të ndryshme nga gratë, të cilat se unë jam shumë amatere, do me thonë, unë jam vetëm këtu në këtë ratë si një nxënëse që është fillet e para mësimit, po donjat kanë pregadit disa pjesë dhe janë dhuru, do me thonë si kapela dhe shalla, fshatit SOS, fëmijëve në nevojë. Dhe pastaj kështu kemi bu një dokumentim të zonjave në përvojën personale të qezit, kemi mbledh fotografi të ekspozitave të qezit të disa gjeneratave, edhe po besoj që kjo është një fillesë e parë e kësaj pune, që të shihet, do me thonë, pe i kontekstit ku zonjat mundën me hap një dialog të hapur në për institucionet tona, sepse janë trashëgimtare të një tradite që dikur ka qenë profitabile, si që tha zonja Bukra, ka qenë mënyrë se si familjet janë bajt, dhe sot është ma tepër estetike dhe relaksuse si terapi. Po si institucion na e shohim që tash ka ardhur, do me thonë kemi diku mbi 50 vite artefakte të cilat veç më tani mund të konsiderohen tradicionale, dhe janë mjaft bukura, kështu që i lusim zonjat të cilat kanë gjana të tilla në shtëpia, që të kenë kujdes për to, që mos t'i humbin, t'i ruajnë, sepse janë pjesë e traditës, janë pjesë e diçka të cilat janë prodhu me duar dhe me një kujdes dhe bardhin në to shumë histori. Zonja Bukuri, zonja Norë, faleminderit shumë për disponimin që patët që të lidheni me videolidhjet, sepse tani do ta keni edhe ekspozitën, e di që jeni të zëna, dhe urojmë suksese dhe urojmë që takohemi me projekte të radhës.
Faleminderit juve. Ju faleminderit, ju njoftojmë që është hyrje pa pagesë. Jeni Mirë se ardhën. mirë se ardhën, kush keni mundësi e janë ishte punën e dorës të grave të Mitrovicës dhe rrethit të Mitrovicës. Faleminderit. Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren organizon aktivitet për shënimin e ditës ndërkombëtare të muzeve, sot e duke filluar nga ora 19:30 në hamamin e Gazi Mehmet Pashës në Prizren. Gjatë mbrëmjes prezantohet ekspozita e re e lidhjes shqiptare të Prizrenit, si dhe ekspozita tematike Qilimat e krahinave etnografike shqiptare. Aktiviteti synon promovimin e trashëgimisë kulturore dhe vlerave historike, duke sjellë para publikut elemente të rëndësishme të identitetit kulturor shqiptar. Organizatorët ftojnë qytetarët të bëhen pjesë e kësaj mbrëmje kushtuar historisë dhe kulturës. Filharmonia e Kosovës në bashkëpunim me korin dhe orkestrën e Fakultetit të Arteve do të mbajë koncertin Skena Juvenis më 21 maj, duke filluar nga ora 19:30 në Qendrën e Kulturës Recep Mitrovica në Mitrovicë. Koncerti do të vijë në dirigjimin e studentëve të drejtimit të dirigjimit dhe do të sjellë para publikut premierën e veprës Suite shqiptare nga Landi Sordulli. Po ashtu në program do të interpretohet edhe mesha në D-dor e kompozitorit të njohur qek Antonin Dvoržak. Ngjarja organizohet me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës Son dhe të Komunës së Mitrovicës së Jugut. Ky koncert pritet të sjellë një mbrëmje të veçantë artistike për publikun mitrovicas, duke promovuar talentin e ri muzikor dhe repertorin klasik e bashkohor shqiptar. Edicioni i 10 i Festivalit Ndërkombëtar të Teatrit, Prishtina International Theatre Festival Burbuqe Berisha 2026, ka filluar sot dhe do të zgjas deri më 23 maj. Festivali do të sjellë para publikut një program të pasur artistik me shfaqje teatrore vendore dhe ndërkombëtare dhe organizohet në bashkëpunim me Teatrin Kombëtar të Kosovës. Sipas programit zyrtar, të gjitha shfaqjet nga data 18 deri më 22 maj do të zhvillohen në ambientet e Teatrit Kombëtar të Kosovës, ndërsa nata përmbyllëse dhe ceremonia finale e festivalit do të mbahet më 23 maj në Teatrin Faruk Begolli në Kolegjin AB, thuhet në njoftim. Organizatorët e Ferizaj Piano Fest kanë njoftuar për shtyrjen e datave të mbajtjes së festivalit për shkak të pamundësisë së shfrytëzimit të sallës si pasojë e proceseve zgjedhore në vend. Festivali tashmë do të mbahet me 10 dhe 11 qershor. Përmes një njoftimi drejtuar pianistëve të rinj, organizatorët kanë falenderuar të gjithë të interesuarit për interesimin e madh për të bërë pjesë e festivalit dhe me ndryshimin e datave, është vendosur gjithashtu të zgjatet afati i aplikimit, duke ofruar mundësi shtesë për pjesëmarrje deri më 25 maj. Ferizaj Piano Fest synon të mbledh talent të rinj të muzikës pianistike duke krijuar hapësirë për promovim artistik dhe zhvillim profesional në fushën e muzikës, thuhet në njoftimin e organizatorëve. Pas suksesit të shënuar në veri të Mitrovicës, ekspozita kolektive Homazh Artistik vazhdon rrugtimin e saj kulturor në ndalesën e radhës në Suharek. Hapja e ekspozitës do të mbahet më 19 maj nga ora 18 në ambientet e shtëpisë së Fellbahut. Ekspozita do të prezantojë punimet e 10 artistëve duke krijuar një hapësirë kushtuar reflektimit, kujtesës dhe shprehjes artistike. Përmes kësaj nisme synohet afrimi i publikut me artin si dhe fuqizimi i dialogut kulturor përmes krijimtarisë së artistëve pjesëmarrës. Homazh Artistik po vazhdon të shërbejë si platformë promovimi për artin bashkohor dhe bashkëpunimin kulturor, thuhet mes tjerash në njoftimin e organizatorëve. Kthehemi me lajme në Prishtinë. Teatri i qytetit Prishtinës, Dodona, ka njoftuar se më 19 maj do të mbahet premiera e shfaqjes Kontrabasi.
Shfaqja është e bazuar në veprën e autorit gjerman Patrick Süskind, ndërsa regjia dhe skenografia mbajnë firmën e Ben Apollonit. Në rolin kryesor luan aktori Alban Goranci, i cili sjell në skenë një interpretim të veçantë të kësaj monodrame të njohur botëresh. Përkthimi i veprës është realizuar nga Alba Blakaj, ndërsa kostumografia nga Dardana Goranci Ilaz. Ekipi krijues përfshin gjithashtu Rona Malokun dhe Olta Beqën si trajnerët e aktorit për interpretimin me kontrabas, si dhe Skender Latifin si mjeshtër i dritave. Në realizimin teknik janë angazhuar Bedri Maloku, Fadil Bekteshi dhe Albert Gashi, ndërsa formulimi muzikor është punuar nga vetë regjisori Ben Apolloni. Shfaqja është produksioni i Teatrit të Qytetit të Prishtinës Dodona dhe Alban Gorancit me mbështetje financiare nga Ministria e Kulturës Kosovës. Artisti Ganil Alloshi do të hapë ekspozitën personale Nostalgji në Kroaci, duke sjellë para publikut krimet e tij më të reja artistike. Hapja e ekspozitës do të mbahet më 20 maj nga ora 20 në ambientet e Galeria Laurus në Lovran të Kroacisë, ndërsa ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 13 qershor. Nostalgji pritet të prezantojë një univers artistik të ndërtuar mbi emocione, kujtesë dhe reflektim, elemente që shpesh kanë shoqëruar krijimtarinë e Ganil Alloshit. Përmes veprave të ekspozuara, publiku do t'i ofrohet një përjetim vizual që ndërthur ndjeshmërinë personale me interpretimin bashkohor artistik. Teatri Kombëtar i Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor në Tiranë ka përmbyllur 2 mbrëmje artistike të cilësuara si të veçanta, ku në të njëjtën skenë në koncertin Brez pas brezi u bashkuan 3 breza artistësh të ansamblit kombëtar. Përmes këngëve, vallëve dhe interpretimeve folklorike, artistët sollën për publikun emocione, nostalgji dhe kujtesë kulturore, duke përcjellë traditën artistike shqiptare nga një brez tek tjetri. Sipas Teatrit Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor, aktiviteti shërbeu si një rikthim dinjitoz për artistët që kanë lënë gjurmë në historinë e skenës shqiptare ndër vite. 2 netët artistike u shoqëruan me duar trokitje të shumta dhe emocione të veçanta, ndërsa organizatorët e cilësuan këtë takim si një bashkim mes traditës, kujtesës dhe të ardhmës së artit folklorik shqiptar. Dhe kështu, për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe na pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt. Mos harroni, jemi gjithmonë në live në rtklive.com. Të nderuar shikues, ne këtu po e përfundoj magazinën Art Kultur. Ne ju falenderojmë që na ndoqët dhe mirupafshim sërish nesër.